Qëndrimi i Partisë Demokratike është një qëndrim i paqartë, është qëndrim kaotik, që në fakt nuk është asgjë më shumë se sa shprehje e gjithë kaosit që ka kapur Partinë Demokratike në çështjen e perspektivës së saj politike. Do të thotë, Partia Demokratike nuk e di ku do të shkojë, nuk e di çfarë synon. Politikën e saj ose aktivitetin e saj politik e ndjek në përditshmëri. Pra, çfarë nxjerr dita, domethënë në mënyrë spontane, fillon bën reagime dhe pastaj bie në kakofoni sepse nuk ka qëndrime të qarta, s'mund të ketë qëndrime të qarta sepse nuk ka bërë parashikime. Nuk e di ku do të synojë, nuk ka objektiva të qartë që të ketë program të qartë, domethënë të aktivitetit dhe të qëndrimeve të tjera. Mos pjesëmarrja e Partisë Demokratike në çështjen e diskutimit të reformës territoriale është gabimi i dytë. Gabimi i dytë kur ti e ke goditur fort gabimin e parë, pra bojkotin që i bën në 2014 dhe në 2015 në kësaj reforme, nuk të çon në zgjidhje, në fitore, të çon në faj pastaj, se gabim plus gabim baras faj. Dhe për më tepër, që zoti Berisha ndërtoi gjithë narrativën e tij duke goditur Lulzim Bashën, se Basha nuk ishte marrë pjesë në reformën territoriale, Basha kishte bojkotuar institucionet, pra kishte djegur mandatet, kishte dalë nga parlamenti dhe nuk mori pjesë as në zgjedhjet lokale 2019. Të gjitha këto qëndrime politike që Berisha ja faturoi Bashës, sot na del që s'pas ka qenë Basha që i ka marrë këto vendime vet. Është hipokrizi e Berishës, do të thotë që përderisa Berisha ndjek të njëjtën linjë, do të thotë që kanë qenë ndikimi i fortë i Berishës mbi Bashën dhe Basha ka pranuar t'i bindet urdhave të Berishës. Ndërkohë që natyrisht dhe kjo s'është e drejtë sepse nëse ti nuk e menaxhon dot detyrën që të është dhënë, atëherë jep dorëheqjen dhe largohu. Ne e kuptojmë, Edi Rama ka 83 vota sot në parlament, nuk ka nevojë për opozitën, nuk ka nevojë as për konsensusin e saj, është në gjendje të miratojë çdo lloj ligji reforme. Edhe për ndryshimet kushtetuese i gjën ai, aq vota sa i duhen nëse duhet të bëjë ndryshime kushtetuese. Por kjo nuk do të thotë se opozita duhet të heqë dorë nga roli i saj. Roli i opozitës është që të ndërtojë strategji të qarta, programe alternative dhe pse jo dhe një reformë alternative. Në rast se opozita nuk merr pjesë në këtë reformë, ajo i heq mundësinë vetes që të komunikojë me qytetarët dhe të na tregojë cili është opinioni i saj për reformën. Cili është qëndrimi i saj, cila është skema e saj, çfarë reforme u propozon shqiptarëve, sa do ta thellojë decentralizimin, sa do jetë numri i bashkive, ç'funksion do të ketë, a do të përmirësohet demokracia lokale e tjera. Këto janë pikpyetjet e mëdha që ka kjo reformë, do të thënë që duan të marrin përgjigje, mbi të cilën duhet të marrin përgjigje shqiptarët. PD-ja pas mori pjesë, ja heq vetes këtë mundësi. Ndërkohë që po mori pjesë, natyrisht kryen detyrat e saj kushtetuese si opozit, i jep qytetarëve një alternativë ndryshe nga PS-ja, po ta provojë një herë se si dihet mund të realizojë dhe në një konsensus PS-ja, do të thënë Partia Socialiste, Edi Rama, le të themi, e cila në presionin e Bashkimit Evropian, sepse dihet tani që objektivi final i Edi Ramës është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në rast se ndërhyjnë në Bashkimin Evropian dhe i kërkojnë që këto reforma të mëdha strukturore të qëndësishme duan konsensusin e opozitës, shumë mirë. Reformat e mëdha, reformat strukturale, siç është njëra prej tyre, kjo reforma territoriale o administrative, në gjithë vendet demokratike bëhen me konsensus politik. Jo vetëm me konsensus politik, dhe ky konsensus është i pamjaftueshëm. Duhet konsensus edhe me ligjëra të tjera, nga bota akademike, nga shoqëria civile, nga grupet e interesit dhe siç e thot kushtetuta, duhen pyetur drejt për drejt qytetarët. A janë ata të interesuar që njëra bashki të shkrihet me bashkinë tjetër, të bëhet më e madhe apo të ndahet dhe të bëhet më e vogël? Të gjitha këto kushtetuta ka të parashikuara, sepse pretendojmë që kemi kushtetutë demokratike. Tani, çfarë dëmi të madh i bëri reforma e kaluar Partisë Demokratike dhe demokracisë shqiptare në tërësi? Unë kam qenë ekspert i Partisë Demokratike në 2022-shin në Komisionin Parlamentar për rishikimin e reformës territoriale. Dhe nisur nga kjo detyrë, mu dha rasti të studioj gjithë dosjet që ka kuvendi. Kam parë aty që dhe socialistët, ish kryetar komunash dhe bashkish, nuk kanë dashur
të bëjë ky lloj bashkimi, domethënë që të zvogëloheshin komunat në mënyrën si u zvogëluan dhe të zmadhoheshin bashkitë në mënyrën si u zmadhuan. Mirë po, Edi Ramës nuk interesoi kjo. Me gjithë ekipin e tij të ashtu quajtur të ekspertëve, e bën ndarjen territoriale sipas leverdisë elektorale. Domethënë bashkuan komuna dhe bashki atje ku ata siguronin sa më shumë vota, domethënë zonat caktuara që ishin militante të PS-s i bashkuan bashkë, i bën dhe më të mëdhaja dhe garantuan fitoren. Imagjino në Tiranë bie fjala kanë hequr Paskuqanin, që është vazhdim logjik gjeografik territorial i Bashkisë Tiranës dhe kanë kaluar Kamzës. Ndërkohë që Paskuqani është zgjatimi që ta kuptojnë qytetarët është zgjatimi i bulevardit të ri. Ajo pjesa i takon Paskuqanit. Këta administrimin e Paskuqanit ja kanë kaluar Kamzës. Pse? Sepse Paskuqani në atë periudhë ishte në shumicë votonte për Partinë Demokratike, Kamza votonte për Partinë Demokratike, e dinin që Kamzën e kishin të humbur, i dha dhe Paskuqanin dhe i bën një kapërcim në kundërshtim me kushtetutën, se kushtetuta ka detyrim kontinuitetin gjeografik. Dhe i futën këtu Shëngjërgjin mbi fjala. Shëngjërgji është në Pasmalit, e kupton? Shëngjërgji më afër është me Elbasanin se sa me Tiranën. Edhe duke futur Shëngjërgjin këtu është modeli më i mirë që marrim ne për të ilustruar se si largohen shërbimet nga qytetari. Pra si dështoi një nga objektivat kryesore që pati ajo reformë, se ajo reformë u bë mbi bazë të disa objektivave. Objektivi i parë ka qenë kjo që efikasitetin e ofrimin e shërbimeve pranë qytetarit në raport me bashkitë e komunave të tjera, pra bashkitë e reja, dhe dyta ka qenë demokracia lokale që do të përmirësoj. Asnjërin e as tjetrën nga këto nuk realizuan dhe prandaj dështuan. Mirë po, Partia Demokratike i bëri këtë dëm se jo se Partia Demokratike dhe në atë periudhë ku PS-ja që me LSI-n dhe i kishte votat për ta kaluar, por dhe po të merrte pjesë Partia Demokratike do të bënte një ndryshim të madh, jo. Por duke qenë atje Partia Demokratike do insistonte, do debatonte dhe qytetarët do ta merrnin vesh tamam në kohën reale se çfarë ndodhte atje, çfarë maskaralloku po bënte Partia Socialiste me justifikimin për të dhënë shqiptarëve një reformë, por në fakt për t'i marrë asaj demokracinë borxh, peng. Po dihet që Sali Berisha me kthimin që bëri në krye të Partisë Demokratike që mori në mënyrë të dhunshme, duhet thënë, i ndihmuar natyrisht dhe nga Edi Rama, sepse Edi Rama i volit që në krye të opozitës të jetë një figurë si Berisha, e cila është kontestuar nga opinioni publik, e papranuar e refuzuar. Dhe me Berishën i bëhet mirë sepse siguron duke pasur një qeveri të korruptuar, një qeveri si takon të jetë në pushtet, ai siguron mandat pas mandati. Dhe Rama është interesuar shumë që Berisha të vazhdojë të gabojë kështu dhe të jetë në krye të opozitës. Siç e vëmë re, për ditë më shumë opozita po rrudhet. Nga gjitha sondazhet del që opozita po zvogëlohet. Por kjo përputhet tamam me qëllimin që ka Berisha. Berisha e do atë parti, e do ta ketë si bunker për veten, të srehohet aty me gjithë hallet e familjes vet, në raport me drejtsinë dhe në raport me ndërkombëtarët. Është i shpallur non grata, është në hetim dhe në gjykim nga drejtësia, në hetim për shumë çështje, në gjykim për çështje të veçantë dhe nuk i ka punë të mirë. Dele flet kundër korrupsionit, por është i akuzuar vetë për korrupsion. Mënyra se si ai po vepron sot në krye të Partisë Demokratike këtë na konfirmon. Sepse nuk ndërton strategji të ndryshimit. Pra, strategji të tilla që ta bëj votuesin e pavendosur ose votuesin e lëkundur, po dhe votuesin anti-Berish ta bindi dhe ta bëj për vete, i ndihmuar dhe nga qeverisja socialiste, por ai vazhdon me kokë forësi të ruajë të njëjtën linjë puniste të bërit politik, pra linjën konfliktuale të bërit politik, një parti të mbyllur dhe të kontrolluar para parti kryetari, pa e hapur partin, refuzimit gjitha vrejtjeve, kërkesave, debateve konstruktive, duke bërë sikur i dëgjon, por nuk i dëgjon dhe nuk i merr parasysh, dhe duke përjashtuar çdo që nga partia, çdo që ka një mendim ndryshe nga kryetari ose i cënon pozicionin kryetarit. Në këto kushte askush nuk u çmend të japi votën. Atëra dhe për më tepër, duke ju imponuar qytetarëve shqiptar, votuesve shqiptar, të njëjtin pothuajse të njëjtin ekip që pati në 2013 ku mori 1 milion vota kundër. Pra, duke mbajtur klanin e tij, sepse do të ruaj në mënyrë fanatike pozicionin e tij të kryetarit, ai nuk i jep mundësi qytetarëve, duke nuk u bën një ofertë qytetarëve të tillë që të jetë atraktive për ta, që ata
të ndihen ngrohtë me këtë parti, ta shikojnë atë si shpresën e tyre. Përkundrazi, duke qenë se me Partinë Socialiste kanë mbyllur hesapet, do të thënë qytetarët, e dinë që ajo është ajo që është. Shpresa gjithmonë është opozita teorikisht, praktikisht opozita nuk rezulton si shpresë, refuzon të ndryshojë dhe përpasoj edhe qytetarët i largohen dhe refuzojnë ta votojnë. Kështu që ajo do rrudhet për ditë e më shumë e di pse, sepse dhe militantët që e kanë mbështetur Qorazi Berishën tani shkuan me shpresën e madhe se ai do të rrëzonte Edi Ramën. Po kur e panë që Berisha e ka pozicionin e kryetarit jo për të mbajtur premtimin që ju dha në foltore, pra për të bërë një parti demokratike, për të kthyer antarësisë votën, për të bërë një parti të hapur, për të zbatuar dhe respektuar statutin që kur kryetari humbet zgjedhjet duhet të largohet nga kreu i partisë dhe të vi dikush tjetër. Të gjitha këto e kuptuan militantët që i kishte falso Berisha dhe po i largohen tani. Siç e shikoni, me sforca të mëdha po mundohet të mbushi sheshin në këto protesta, duke vendosur atë, duke përfituar dhe nga vizioni optik i kamerës, dhe për dukur i krijojë një pafundësi vargut të protestuesve ose të pjesëmarrësve në ato tubimet e opozitës dhe japin një dem për ata që si janë afër në rrugë apo në Tiranë, sikur këtu po bëhet nami. Në fakt, ka vetëm një grup shumë të vogël njerëzish, i kryetar apo sekretar seksionesh, militantësh të partisë që dalin aty dhe bëjnë manifestim, se as protestë është ajo. Protestat i bën qytetari, protestat nuk i bën partia politike. Lëvizja e Salianit tregoi që brenda Partisë Demokratike ka shpresë. Brenda Partisë Demokratike ka dhe njerëz që janë civil, ka dhe politikanë që janë normal. Sallat e mbushura plot. Sociologjia e sallës ka qenë përgjithsisht e mbushur me të rinj. Kjo tregon që të rinjt e kanë bërë ndarjen nga Berisha dhe kërkojnë dikë që të jetë afër mentalitetit të tyre, afër gjeneratës së tyre. Tash që ishin të kulturuar forcit në këto salla. Përveç se sa e kishin mbushur plot ato salla, dhe duhet përmendur një fakt këtu që për herë të parë në 35 vite, kur Berisha është kryetari i partisë, të dali dikush brenda Partisë Demokratike dhe të mbushi sallat më shumë se sa vetë Berisha. Dhe kjo Berishën e ka tërbuar dhe për këtë arsye ai shpiku, se ky vetëm shpik, domethënë terma, tok fjalsha, hiperbola, metafora, duke thënë që është vetë përjashtuar. Statuti një bëngta në 11 dhjetor të 2021-shit, pra në stadium e Rëbenia, në atë statut këta sankcionuan që nuk do të ketë më përjashtime nga partia. Vetë përjashtime jo. Do të pranojnë fraksionet, pra u përpoqen të bënin një statut demokratik. Mirë po, Berisha dhe statuti janë dy gjëra të ndryshme. Berisha është punist, statuti demokratik nuk rrin bashkë. Në këto kushte, domethënë, ai u mundua që të bënte çështje mundura që ta relativizoj lëvizjen e Salianit për ta çuar deri në shuarje dhe për këtë arsye bëri shpiku këtë protestat në rrugë me qëllim që të mos u lërë kohë militantëve të mendojnë dhe për dhënë mesazhin që kush nuk shkon në këto protesta dhe nuk mbështet kauzën e protestave, me të cilat ai ka ndërtuar narrativin se do të rrëzojë Edi Ramën, që s'ka ndodhur ndonjëherë me protesta në Shqipëri të rrëzohet një kryeminist, kushdo qoftë ai. Fakti që Berisha nuk është legjitim në krye të partisë, është jo ligjor aty, ka shkelur statutin, ka humbur zgjedhjet i ka njohur, merr pjesë në kuvend, debaton, bashkëbisedon, ndan, përpiqet, është aty bashkë me mazhorancën e cila është mazhorancë sot. Partia Socialiste që është në mazhorancë, pra e ka njohur mazhorancën. Të mos e njohësh do të thotë që ta braktisësh, jo të veç edhe rrogën, të shkosh edhe rrogën ta marrësh, edhe të përpiqesh të bësh reformat, të marrësh dhe dietat nga komisionet dhe pastaj thua se njoh. Pra, gjithçka e bën vetëm për të legjitimuar veten, nuk e bën as për të rrëzuar Ramën, se s'ka mundësi ta rrëzojë me protesta dhe nuk ka mbështetje popullore, nuk e bën as për të demokratizuar partinë, se siç po e shohim partinë po e mbyll gjithmonë më shumë. Dhe Berisha përpiqet që Saliani, domethënë ta shuajë nga faqja edhe në kuptimin politik të fjalës, me qëllim që mos ketë korrente brenda partisë. Të shohim Saliani vazhdon ditën e sotme, pra ditën e martë, siç jemi sot, Saliani ka takimin në Fier dhe ai do të vazhdoj. Do të vazhdoj sepse tek e fundit
Partia Demokratike ka nevojë për këtë gjë. Në një sondazh të dhënë dje tek një televizion kombëtar, rezultonte që në çdo 3 vet brenda Partisë Demokratike Saliaji merrte 1 vot. Pra ka 1/3 sot. 1/3 nuk është pak. Do të thënë ndërkohë që nuk ka dalë me objektiva të tillë që të sfidojë Berishën apo të shpalli gara. Ai ka dalë aty për të thënë duam një parti demokratike. Ta energjizojmë këtë parti, ta hapim këtë parti dhe të zbatojmë tek e fundit kushtetutën e partisë. Kaq ka kërkuar. Për këtë gjë u bën nam i madh. Pse u bën nam i madh? Sepse ai mbushte sallën më shumë se Berisha. Kjo është një lëvizje, mendoj unë, pavarësisht nga dëshira e mirë që mund të kenë protagonistët, për të cilët kam respekt, është një lëvizje që ndihmon Sali Berishën. E ndihmon Sali Berishën sepse tham që brenda Partisë Demokratike sapo kishte filluar një lëvizje e cila e vinte në diskutim vlerat morale dhe politike të Berishës, qëndrimet e tij dhe legitimitetin e tij. Sepse nëpërmjet të vërtetave thash edhe një herë që transmetoheshin nga këto salla, nga të rinj të pafajshëm dhe të pa implikuar me të shkuarën, po goditej drejt për drejt Sali Berisha. Goditej sepse ishte kontrasti, godiste kontrasti. Fjalët e dhëna nga Sali Berisha, premtimet e dhëna, premtimet e pambajtura. Del Ermal Asimi tani me këtë grupin dhe mundohen të japin oksigjen Sali Berishës dhe bashkohemi në qëndrime. Pra, e legjitimojnë Sali Berishën në krye të Partisë Demokratike dhe i bëjnë të tjerët pastaj që të mbajnë të njëjtat qëndrime që mban Berisha, ndërkohë që qëndrimet që mban Berisha me Molotov, qëndrimet jo institucionale, parapolitike, janë qëndrime që nuk i përkrah faktorin ndërkombëtar, por nuk i duan as shumica e shqiptarëve. Sepse nuk është kjo rruga që rrezohet një qeveri. Ti do ta rrezosh qeverinë, po, prit zgjedhjet e ardhshme, 4 vjet merru me partinë tënde, rritë partinë tënde, shikoj një herë çfarë nuk shkon në atë që je ti me qytetarët që nuk të vinë nga mbrapa, nuk të mbështesin. Nëse e do vërtet Partinë Demokratike dhe Demokratët, por të rezultojnë që je ti pengesa aty, atëherë tërhiqu për hir të një misioni më të madh, lëri demokratët gjejnë rrugën e tyre dhe pastaj hajde të flasim për të bërë këto bashkime. Po të dalësh dhe të ndihmosh Berishën, domethënë, sot, të thuash tjerëve hajde të bashkohemi me kauzat që ndërton Berisha, ti Berishën e ke legjitimuar. Pra dhe në një farë mënyrë ti ke pushkatuar çdo lloj lëvizje apo nisje që bëhet brenda partisë, për më tepër që janë dhe zgjedhjet në muajin prill brenda Partisë Demokratike për të zgjedhur leadershipin e ri të partisë. Dhe duke qenë se janë këto zgjedhje, jo se Berisha do të lejë garën e ndershme. Por ti mos i jep Berishës, mos u bëj injeksion pozitiv për Berishën, domethënë, mos i jep frymarrja atij. Lere të rrjedhin gjërat, të kalojnë kohën dhe pastaj shumë e bëjmë. Se qeveria e Edi Ramës nuk u korruptua sot këto muaj. Këtë histori ka qeveria e Ramës. Çdo muaj del ndonjë ministër, ndonjë zëvendës kryeministër, ndonjë çfarë them unë, ndonjë kryetar bashkie, çdo funksionar i kësaj qeverie. Aty e kemi qeverinë, ka qenë e korruptuar, vazhdon të jetë e korruptuar. Pra i shërben, kjo lëvizje thash edhe një herë, i shërben Sali Berishës dhe i dëmton partitë e vogla. Po, Agron Sheaj, për mendimin tim ka bërë mirë që nuk ka pranuar. Në fillim mendova se ishte lojë. Në kuptimin duke ditur lidhje që ka pasur zoti Asimia me zotin Sheaj, mendova se ishte lojë. Unë po them kështu, ti bëj kështu, por tani kuptova që zoti Sheaj e ka seriozisht. Se partitë e vogla ose partitë e reja para një viti, para zgjedhjeve të përgjithshme, dolën me tezën që ne nuk bashkohemi me politikën e vjetër. Dhe politikë e vjetër quhej Rama dhe Berisha. Tani ti dalësh dhe të bashkohesh në kauzat e politikës së vjetër, që realisht është politikë e vjetër, se ndjek të njëjtat skema që ka ndjekur Berisha 35 vite. Drejt e mori, nuk jemi në vitet 90, jemi në tjera kushte. Kështu që Sheaj shikon leverdin politike të partisë vet, e di që edhe po të bashkohet me Berishën nuk është se sjell ndonjë ndryshim, edhe sikur të gjithë bashkë të dalin në kauzat e Berishës ose në linjat e opozitës, në protesta çfarë duan, nuk ndryshojnë dot asgjë. Përkundrazi do të zvogëlojnë edhe më sepse elektorati gri ose ata që janë anti Berishë se votojnë Partinë Demokratike, por që janë djathtë, e kanë ndarë mendjen. Sa të jetë Sali Berisha aty, nuk e votojnë. Bë çfarë duash, bëj çdo lloj makazhi trupit të kalbur të Berishës,
mosha politike është ajo që është, dhe nuk bëhet e re, ngelet e vjetër.